që kjo është detyrë e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe mendoj që duhet të ishte në nivelin e tyre të përgjegjësisë. Edhe pse kam thënë edhe po e përsëris që qëllimi i këtij verifikimi duket se kishte një prapavi politike që të deklarohet se u bori numërimi i 7.41% të votave, në fakt është bojkotive, edhe pastaj të shkohet drejt shpalljes shpejt të rezultatit final edhe përfundimtar edhe certifikimit të rezultatit zgjedhor edhe që sa më shpejt pra të përmbyllet ky proces dhe kushtimi i kuvendit të ishte në javën e parë të korrikut që me qëllimin që të provohet zgjedhja e presidentit shpejt në javën e parë të korrikut, të dështojë ajo dhe vendi të shkojë në zgjedhje me 15 ose 23. Skenari kujt? Ky është një skenar për mendimin tim i lëvizjes vendosje, me që vendin zgjedhje edhe një herë këtë verë kur është diaspora këtu, me i lodhë subjekte tjera politike, me i lodhë qytetarët edhe përmes këtij procesi zgjedhor me ja marrë pushtetin absolut në Kosovë. Mirë po ky procesi i ankimimit tonë, unë besoj ka shem planet të skenarin po, unë besoj shumë që ky pse ta çonte kurthi të njerëz vendin zgjedhje. Ky skenar ka dështu tash me ankesën time dhe të qëndrimit, sepse nuk mund të ketë më publikim të rezultateve ose certifikim të rezultateve zgjedhjeve para datës 12 ose 15. Korrekt. Po. Kështu që pamundson mbajtjen e zgjedhjeve në gusht, unë që është një dobi për vendin, por dobia më e madhe do të jetë që Gjykata Supreme të aprovoj kërkesën tonë dhe të urdhërojë rinumërimin. Ka raste që Gjykata Supreme ka prish vendimin e PZAP-s, në rastin e Istogut kur ka urdhëruar rinumërim. Po. Dhe unë mendoj që ka raste. Në ankesën tuaj ka fakte të mjaftueshme për shkrim 55 faqe ankesë kam dorëzuar. Të bazuar në nevojën për rinumërim. Po, 55 faqe ankesë i kemi dorëzuar me avokatin tim në Gjykatën Supreme me fakte të nxirra nga publikimet që i ka bërë vetë KQZ-ja, të analizuara me projekcione si mund të jetë rezultati nëse është mosra e njëjtë e gabimit edhe në pjesën tjetër të votave të parinumëruara, rastet ndërkombëtare, rastet e gjykatave për drejtat e njerëzit, se si ka vepruar në raste kur ka pas dyshime për numërimet pasakta, pra kemi bërë një ankesë shumë përmbajtësore me argumente. Unë besoj shumë që verdikti i Gjykatës Supreme do të jetë rinumërimi i plot i votave preferenciale të kandidatëve për deputet Partisë Demokratike. Dhe kjo mund të zgjasë gjithë kumtimin e rezultatit përfundimtar, pasi për disa ditë, po jo më shumë. Po tani ajo ka procedurën që pasaj ky rezultati i rinumërimit duhet përfshihet në rezultatin përfundimtar. Po. Edhe unë besoj shumë që nuk me interes është të bëhet rinumërimi se sa të shpallet një rezultat përfundimtar i pasakt, sepse rezultati përfundimtar i pasakt na jep drejtë me anku në rezultatin përfundimtar, modë qëndrimit. Nuk do të heqin po, dhe kandidatëve tjerë për deputet dhe atyre tjerë mund të jep dorë që të ankohen pastaj në rezultatin përfundimtar. Pse e them këto që thash që ka pas arsye, ka pas edhe persona që kanë kontaktuar dhe juve ju kanë kontaktuar. Më jep tregon detajt lutem. Kam pas edhe kandidat për deputet vendosjes që kanë kontaktuar se a do të ankohen Gjykatë Supreme sepse me arsyetimin se gjëja do udhtohen jashtë vendit. Mi po i interesante shumë çështja e ankimimit për shkak të kësaj që thash më herët se kishte planifikim të vendosjes me çu vendin në zgjedhje. Se kështu e keni lexuar. Po, sepse juve ju kanë kontaktuar me idenë që deputet vetë vendosjes. Që po i tham kandidat për deputet deri tash për faktin që nuk ka certifikim të rezultateve zgjedhore dhe ende janë kandidatë të gjithë.
me arsyetimin se na kanë thonë partia për me qëndru në Kosovë sepse ka më bë konstituimi i kuvendit edhe kena me udhëtu jashtë vendit edhe po 12 dita kime bë ankesë në Gjykatë Supreme. Ishte ftesa biseda me njëherë pas publikimit të vendimit të PZAP-s. Pra, sepse Kur PZAP nuk ju dha të drejtë, ata ju morën telefon për t'ju pyet, a do ta ankonin në Supreme? Kem kërkesë pa zakont me di se si keme veprua, keme bë ankesë Gjykatën Supreme se prej saj na varet pastaj edhe certifikimi i rezultatit zgjedhor, ka me udhëtu edhe pastaj nuk po di se kur ka. Kjo është interesante Axhiu, shumë. Po, sepse ju mendoni që skenari vetëvendosës ishte të provoj me presidentin, dështoi procesi të konstituohet kuvendi sepse të zgjedhet qeveria, edhe me njëherë të nesërmen të provohet zgjedhja presidentit, dështimi i zgjedhjet presidentit në 3 raunde që në të vendin zgjedhje mbrenda 45 ditëve. Që është Nëse kjo është java e parë e korrikut, java e parë e korrikut, atëherë vendi do shkon të zgjedhje me 15 gusht, maksimum me 23 gusht. Ju ndaluat këtë skenar thonë? Kjo ankesa jon e ka prolonguar shkurjen zgjedhjes sepse unë besoj shumë që veç që ka shtythu. Skenari i Albin Kurtit dhe Jona Mehollit është me lutë popullin e Kosovës përmes procesit zgjedhor. Dhe do të kemi zgjedhje sërish në vishtën ose dimrin e këtij viti. Unë besoj shumë që do të ketë zgjedhje sërish, nuk do të ketë në marrëveshje politike me përmes cilës do të prolongoheshin, se nuk do të kishte, do të ikej mundësisë me shku në zgjedhje, sepse nëse kuvendi tash konstituohet me 20 korrik, afati për zgjedhjen e presidentit fillon me nga ajo ditë e konstituimit të kuvendit që është 60 ditë. Pastaj, sipas rregullës punës kuvendit shkon pushim në javën e parë të gushtit. Dhe ky pushim llogaritet? Nuk llogaritet. Dhe është deri në javën e 2 të shtatorit, pra prej 7 gushtit deri me 14 shtator kuvendi në pushim. Dhe kjo periudhë kohore nuk llogaritet në afatin për zgjedhjen e presidentit, sepse ka vendim gjykatës kushtetuese që këto afate nuk i ka llogaritur në procedura. Dhe afati për zgjedhjen e presidentit, pra po e marrim shembull 20 korrik, 7 gusht janë 17 ditë që konsumohen dhe besim pastaj edhe 43 ditë të cilat llogariten pastaj prej 14 shtatorit. Që i bie zgjedhja afati për zgjedhjen e presidentit, pra përfundon në fund të tetorit ose fillimin e nëntorit. Dhe pastaj prej ato janë 45 ditë me shku vendi zgjedhje që i bjen me qenë java e 2 ose e 3 të dhjetorit. Krejt çka po folet tash, po fol për matematika. Për plan dite, plan ditor se si me përshtat një datë të zgjedhjeve kur janë diaspora këtu, kjo është matematika e planifikume për me çu vendin sërish zgjedhje nga ana e Albin Kurtit edhe nga ana e lëvizjes vendosje, planifikim që kanë për me çu vendin zgjedhje dhe sipas kësaj, pra qysh është kjo mundësia e gushtit, pra ju ka prish me ankesën tonë dhe do të ketë zgjedhje të reja me 13 për mu ose 20 dhjetor. Do të bëhen përpjekje maksimale Albini me çu vendin zgjedhje me 27 dhjetor, mirë po këtu ja prish punën një fakt tjetër, që me 4 tetor Albolena Axhiu nuk do të jetë presidente, pas 4 tetorit detyrën e ushtruesit presidentit do ta merr kryetari i gjykatës kushtetuese të Kosovës. Dhe kjo mund t'i prish matematikat e tij në caktimin e datës së zgjedhjeve në hapësirën ku ati ka menë.